Arsimi është jo vetëm çelësi suksesit profesional në jetë, por edhe mënyra më e mirë për të përmirësuar situatën e gruas në Shqipëri. Kjo sipas Trita Ibroçit, një shqiptare amerikane nga Ulqini i Malit të Zi, e cila prej disa vitesh është një nga operatorët financiare kryesore në një firmë të New Yorkut. Ajo intervistua nga kolegu ju në New York, Julian Sylla. Zonjusha Ibroçi, mirë se erdhët në studiot e Zërit Amerikës. Faleminderit. Ju ndodhin në Shtetet e Bashkuara që prej vitit 1991 dhe këtu keni kryer studimet e larta dhe mund thuhet se keni ndërtuar gjithashtu një karrierë të suksesshme, po të kemi parasysh faktin që prej disa vitesh mbani titullin e zvenc presidentes në firmën financiare Kepler Chevrolet. Ç'mund na thoni rreth rrugës suaj drejt ëndrrës amerikane? Faleminderit shumë për këtë thirrje. Është një nder i madh të jem në mesin tuaj. Ëndra amerikane. Kjo është diçka shumë e fuqishme edhe që mund të realizohet. Mënyra si mund të realizohet është me punë. E di se është diçka thjesht për t'u thënë, mirë po me punë, me vullnet, dhe motoja im gjithmonë ka qenë kur të mos u dorëzo. Amerika ka shumë përparësi ndaj vendeve tjera në botë dhe mënyra më e mirë për të arritur është për të angazhuar në edukat. Dhe me vonë të përdorësh atë edukat dhe atë dituri në lamin ku e krijon një farë ekspertizë apo ku krijon një eksperiencë. Unë erdha me $200 dhe kisha një valizh, kjo është e vërtetë, dhe me ato $200 kam ndërtu jetën e vet, kam ndërtu ardhmërinë. Unë punoj me tregjet botërore financiare dhe hulumtoj të gjitha kompanitë evropiane të Evropës të zhvilluar, që janë 700 kompani, të jem e sakt, dhe detyra ime është të jep këshilla këtyre investitorëve se ku të investojnë në Evropë. Shumë të rinj vinë në Shtetet e Bashkuara me synimin për të vazhduar studimet këtu apo për të ndërtuar një karrierë, por jo gjithmonë janë të suksesshëm. Cilat aftësi mendoni se kanë qenë më të vlefshme për ju? Për mua, një ndër gjërat më të rëndësishme në jetë është familja. Prindërit janë adhurues të edukatës, sepse dituria është fuqia më e fortë, edhe është arma më e fortë për të arritur çdo gjë në jetë. Ashtu se mesazhi për mua, për rinin dhe për çdo njërin është që të pasuroj vetveten me dituri, me edukat, të gjej një pasion në jetë ku mund ta shfrytëzojnë dhe ta shpallin këtë dituri. Në Amerikë ka shumë rryma të ndryshme dhe njerëzit dhe të rinjt nganjëherë mund të humben në rrugë më të vrashta. Ashtu që familja, rreti shoqëror, rreti familjar edhe rreti i organizatave shqiptaro-amerikane janë shumë të rëndësishme, sepse ato krijojnë atë rrjetën mbështetëse ku të rinjt mund të zhvillohen në mënyrën profesionale apo sipërmarrëse. Përveç punës suaj, ju jeni angazhuar edhe në shumë aktivitete të komunitetit shqiptar këtu në New York. Cilat janë problemet apo çështjet që ju kanë motivuar gjatë viteve për t'u angazhuar si aktiviste? Po, ju siç thët në fillim, unë erdha që në vitin 1991. Në fillim ishte vështirë sepse isha një ndër femrat edhe vajzat të reja shqiptare që ishte duke u edukuar dhe isha vetë, sepse familje nuk e kisha me vete, ashtu që gjithmonë kam pasur një dëshirë të krijoj një organizatë të studentëve, të ndihmojnë njëri tjetrin edhe të krijojmë një këtë rrjetë mbështetëse ku së bashku mund të hulumtojmë problemet apo të diskutojmë. Ashtu që nga viti i 3 apo i 4, kur fillova magjistraturën me një grup të rinj profesional, e krijuam këtë organizatën e studentëve. Me vonë fillova mu angazhu në organizata të tjera dhe kjo ishte në bazë të interesave të mi, edhe në bazë ku mendova se mund të arrijë më tepër apo të jap kontribut më tepër. Dhe thot, u mora edhe isha angazhuar me organizatën e femrës Motra Qiriazi. Kjo është një organizatë shumë e fortë që i ndihmon femrave, fëmijëve, sidomos kur kishim to luftat e ndryshme në Kosovë apo në Bosnjë. E fundit është EPEN, kjo është një organizatë për të rinj profesionale dhe ndërmarrës. Dhe këtë organizatë jam e angazhuar që 7 vitet e fundit. Shumë organizata dhe analistë, por
edhe të dhënat edhe vetë të dhënat statistikore flasin për një situatë jo të mirë të grave në rajon, të grave shqiptare, pra duke përfshirë këtu dhunën ndaj tyre, apo edhe nëse nuk arrihet në atë pikë, gjithmonë është vënë re pra një pabarazi mes gjinive. Si e shikoni ju këtë çështje? Kjo çështje ka ekzistuar që një kohë shumë e gjatë dhe nuk besoj se do të shmanget për një ditë në ditën tjetër, por unë kam shumë besim në femrat shqiptare, jo vetëm në rajonet tona në Kosovë apo në Maqedoni, në Malzi dhe në Shqipëri, por edhe këtu në Amerikë, dhe në mënyrën se si kjo do të arrihet, prap dua të kthehem në arsim. Arsimi, edukata është arma më e fortë se si ky jo barazim të shmanget. Sipas mendimit tuaj, çfarë mund të bëjmë më tepër shoqëria, pra njerëzit apo autoritetet për të ndihmuar në zbutjen e këtij fenomeni të pabarazisë gjinore? Të jenë femrat më të inkuadruara në të gjitha lamit në sferën e politikës apo të financave apo të edukimit, dhe unë e di se më tepër, posaçërisht në Shqipëri, kam dëgjuar se femrat janë të angazhuara në këto lamite politikës apo në lamite financave. Do thotë të ju hapen dyert më tepër, të japin më tepër mundësi, të japin më tepër liri, konkurse, mos ju mbyllën dyert vetëm pse janë femra apo se kanë familje dhe nuk mund t'i arrin të gjitha. Kjo nuk është e vërtetë. Edhe nëse ke familje, mund të arrish çdo gjë. Sinjora Shajbroçi, faleminderit për intervistën. Faleminderit juve.